Një rast nga eksperienca ime, unë punoj në kompani shumë madhe, remote, pa ka shumë, po ka dhe deg lokale, brez shumë i ri, brez informatikës e të gjitha, pa tjetër aty janë 70%, pa tjetër janë gati të përditshëm protestë, po fakten ajo që dallojë nga ajo është, le të themi, shpirti i protestës, i cili fare 3-4 javë më parë ishte krejt i munguar ose ishin krejt apolitik, sigur nuk kishin asnjë lidhje, ishin totalisht të shkëputur nga realiteti, ama gjitha ato shqetësime që ato kanë të përditshme, qeraja, pjesa e, le të themi, patjetër, shëndetësia është më shumë për brezin e po vështirësitë e përditshme të jetesës, patjetër, cilat kostot që janë rritur shumë, paktën të 5 vjeçarin e fundit, mund të kenë qenë student, mund ta kenë nisur me një qira 200.000 lekë dhe një qira mund të jetë 500 apo 600. Dhe gjitha këto shqetësimet e tyre gjenë një jehon në faktën, unë e shoh që në 2-3 javë u bën politik, u bën të interesuar për fillimisht për zvënecjen dhe pastaj duke diskutuar e duke marrë dhe çështje të tjera, duke i analizuar e duke kërkuar zgjidhje. Pra një lloj thyrje shumë e shpejtë e apolitikës tek patjetër ka qenë shumë e rëndësishme për politikën tradicionale që brezat e ishin apolitik dhe lufta të bëhej në brezin e tretë, nëse mund të themi brezin e dytë e brezin e tretë, ndërsa tani i gjithë ky brez i ri i cili votonte shpesh edhe me patronazhim ose me ankorim me këto teknikat që ne i dim, pa qenë fare interesuar, patjetër tani nuk do jetë më. Ne kemi zgjedhjet shumë afër, kemi zgjedhjet e Tiranës tani dhe ndoshta e gjithë ky proces, ajo që mund të sjellë, në fakt mund të sjellë një përfaqësim. Si përfaqësim Tiranë. Shiko, ka disa të veçanta kjo ngjarje. E para, duke qenë heterogjene, është gjithë përfaqësuese, ka mbledhur më shumë njerëz, sepse më herët protestonin fermerët, të tjerë thoshin unë s'jam fermer. Protestonin minatorët, të tjerë thoshin s'jam minator. Protestonin naftëtarët, s'jam naftëtar. Protestonin infermierët, pensionistët e kështu me radhë. Nuk është protest grupi interesat, është protest gjithë përfshirëse. Janë të gjithë dhe secili ndjen veten. Ka një adrenalin që ndjehet në ajër, ka një lloj frymëzimi, një lloj, le të themi, dallëdije, ma të flamurin, kështu grup adoleshentë shqip, i ka frymëzuar kjo gjë. Pyetja është sa do zgjas e çfarë do prodhoj. Olti përmendi rastin e Serbisë. Në Serbi, protestat ka qenë shumë më masive, që protestohet dhe s'kan arritur asnjë gjë. Qenë më agresive, më të dhunshme. Por, edhe ata kërkojnë largimin e Vučićit, atë se kanë arritur dot. Duke mos patur kokë dhe agent të qartë, protestat ka qenë thjesht goditse, por në fund, pushtetet autoritare në vendet ku mungon kultura dhe mungon morali politik, sepse nëse do kishim qenë Danimark, do kishte ikur kryeministri me ditën e dytë, do ishte këtu në pushtet më. Danimark do kishte ikë që ke arrestimi ministrit parë, po. Jemi në një vend ku edhe kjo protesta paqësore nuk bën efekt. Tani, çfarë mund të arrihet?